E bugra, një sekund, Teota se mbarova. Shqiptarët ankojnë, për shumë thonë, s'kemi lek të blejmë libra. Lek për libra s'kan. Jo. Po lek për t'u adhën atyre që i rjepin. Po pra. A falni o që Besoj ne jemi një popull i pakënaqur by default, se ta them shqip by default. Në bazë, në thelb. Në bazë, unë kam punuar në rrënjë. Nga këto lëret e fatit para shumë vitesh, dhe ai fitonte vinte nga X fshati caktuar, s'po e them emrin, në kulmin e varfërisë dhe vinte merrte lekët. Por si nuk u gëzua njëri më burr. Si nuk e shikoi njërin të gëzuar pasi kishte fituar ato lekët. Tani më shpjegoj më pse jemi një popull i palumtur. Nuk pra mbush gjënet. Kjo është çështje për Faikun. Zoti nuk të gjurë me gurë. Faiku duhet ta zgjidhë se Faiku i ka qef këto gjëra. Jo, po, nuk e kam thënë unë për shqiptarët. Zoti zgjur me gurë, zbras shpirtin. Dëgjoj tani. Jo, Dy sentenca këtë. Edhe një dhe e mbylla. Po, pas ke 3. Më e dhimbshme, edhe më keqardit na vinë ne kish për ato, se humbën, apo ata vetë për veten se u zhgënjyen, është zhgënjimi që vjen nga mashtrimi familjarëve, dhe kjo ka ndodhur atje. Pra, ty të ka pa vllai, kushëriri, shoku i ngushtë në sy, të ka mashtru me iden, duke e ditur që po të mashtron. Kjo është më e dhimbshme, po ta mendosh si fenomen social, se sa vetë humbja parave. Jo, unë nuk mendoj ashtu, sepse të gjithë familjarët nuk ishin në kushte që kishin kuptuar mashtrimin. Kjo ndodhi shumë kohë më vonë. Pra, mashtrimi nis nga keqpërdorimi i të dhënave apo personit që thot fut kaq lek se do marrësh kaq lek dhe shkon zinxhir. Pra, ata tani e kuptuan që janë të mashtruar, sepse futën gjithë lekët dhe si morën. Pra është një, si thua, një vepër penale që nuk mbaron ajo, është një vepër penale e vazhdueshme, quajmë ne. Por, nuk mendoj që familjarët nuk e kanë ditur që